Përshëndetje, përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV, në YouTube, gjithashtu edhe në TikTok, për të komentuar pak deklaratat e Edit. Edi sot ka folur për herë të parë në një emision pas daljes nga Big Brother VIP Kosova. Ato që në fakt unë e kam thënë që Edi u përdor nga Dolce për loj, disi sot u argumentua. Edi tha që ne jemi njohur nga jashtë me Dolcen. Ai tani nuk e tha që ne na kanë detyruar produksioni që të lidhemi, por që produksioni ka gish në këtë mes, unë nuk e diskutoj fare. Edi tha që unë Dolcen nuk e kam dashur, unë kam qarë thjesht për show, marrëdhënia jon ka qenë një loj, nuk ka qenë marrëdhënie e vërtet, tha Edi. Do me thënë ai e la të kuptoj që marrëdhënia e tyre nuk ka qenë marrëdhënie që do të funksiononte jashtë, edhe pse në fakt kur doli Edi i tha Dolces që do të pres jashtë. Për inatet edhe mlefet me Limin, Edi tha që nuk e njeh Limin, nuk ka patur as kontakte në fakt, e njeh nëpërmjet shokëve të tij, ndërsa këtë fitore të Big Brotherit ja uronte Albës. Ai dukeshte që ishte i thyer shpirtërisht, do me thënë dukeshte që ishte shumë i mërzitur. Normal që do t'jetë i thyer sepse sado kudo unë mendoj që ka krijuar një respekt ndryshe për Dolcen, ka krijuar një të parë ndryshe për Dolcen, dhe ta shohësh femrën e cila aty të premtonte të bën veprime të këtilla në shtëpinë e Big Brotherit, kjo është e padiskutueshme. Edi tha që ne jemi lidhur nëpërmjet shikimeve që të bënim të dy një lojë, do me thënë të njëjtën gjë që e bën edhe Limi dhe Dolce. Ai në fakt vlerësoi ti lojën e Limit, tha që Limi është lojtar shumë i fortë, luan shumë fort aty brenda, por në fakt nuk e vlerësoi Dolcen fare. Çfarë mendimi keni ju për Edin?